patjetër që kanë përparësi. Derisa në ajetin kuranor na erdhi çështja e davetit, çështja e shpëtimit nga zjarri i xhenemit. Domethënë çështja më madhore, më kryesore, më rëndësishme brenda komunikimit të farefisë. Është që ne të shpëtojmë veten dhe ata, atëherë është më parsorë. Nga ana tjetër, dhënia e lëmoshës duhet të jetë me fjalë fillimisht me te farefisi, te familja, pastaj tek njerëzit e tjerë, edhe kjo tregon përparësinë, rëndësinë dhe në të njëjtën kohë përparësinë. Por kemi edhe ajetin kuranor kur në formë të përgjithshme pastaj pas specifikuar çështje feje, çështje daveti, thirrje në islam apo çështje ndihmë ekonomike, po kështu përgjithsisht, po ashtu thot Allahu i Madhërisëm, wa ulul arhami ba'duhu aula bi ba'din fi kitabillah. Thot farefisi ata me njëri tjetrin janë më parsor tek njëri tjetri se njerëzit e tjerë, ashtu sikur ka caktuar Allahu i Madhërisëm në librin e tij. E ka treguar në Kur'an Allahu i Madhërisëm këtë urdhër dhe e ka shkruar domethënë si një ligj që duhet të ekzistojë në jetën e njerëzve që para se t'i krijojë njerëzit. Thot wa ulul arhami, farefisit, njerëzit që janë të afërt me njëri tjetrin, ba'duhum aula bi ba'din, janë më parsor për njëri tjetrin se sa njerëzit e tjerë. Që do të thotë jo vetëm në çështjen e davetit, jo vetëm në çështjen e ndihmës ekonomike, por në të gjitha aspektet e tjera që rrjedhin domethënë pikërisht nga ato dyja që u përmendën në ajetet kuranore, duhet kemi përparësi me familjen, sepse siç e përmendëm që në fillim, do të thotë nga konsolidimi i një familjeje vjen dhe plotësimi i moraleve, plotësimi i sjelljeve të mira, i etikës, i rregullave në një shoqëri të tërë rregullohet e gjithë shoqëria, gjithse kush nëse i jep rëndësi dhe përparësi familjes së vet, ata të familjes së tyre dhe rregullohet e gjithë qyteti, e gjithë krahina, e gjithë vendi, e gjithë bota, e gjithë shoqëria.